Na e kena provu koalicionin me ta. 51 dit na ka zgjohë. O, për zotin që ta është as 5 orë nuk mërët me zgjohë. Kështu që na zbojmë koalicion me ta. Mbase mund t'jetë kjo arsyeja pse Lumir Abdigjiku e LDK-ja nuk kanë fije besimit te Albin Kurti e vetëvendosja. Kurti, siç deklaroi vetë, deshi t'i jap LDK-s zëvendës kryeministrin dhe 4 ministri, pra i ofroi koalicion qeverisës. Me logjikën e tij, pra Kurti po e doli LDK-n për një koalicion pesorësh, aq orë mjaftojnë për të zgjedhur president dikën nga vetëvendosja, e që pastaj lehtësisht të ndodh një tjetër skenar. Një skenar i vitit 2020 për shembull. Nuk kisha zgjidhje tjetër sot përveç se ta liroj nga detyra ish ministrin Veli. Më shumë se gjysmore paraprakisht e kam njoftuar kryetarin e LDK-s. Albin Kurti kështu e kishte shkelur marrëveshjen politike me Isa Mustafën, e cila thoshte se ai mund t'i shkarkojë ministrat e LDK-s vetëm pas konsultimit paraprak me partnerin e koalicionit. Kurti e shkarkoi Veliun pa kurfar konsultimi, thjesht me urdhër. Ai edhe në zgjedhjet e fundit do të fillonte një furisharjesh e fyerjesh për LDK-n. Sikur ky rasti këtu, kur i krahasonte me insekte. Kur nga rastis të dëgjojmë nëj udhëheq të LDK-hit që thot se po i pëlqen populli, a populli ka simpati për ta, kjo mu mi përngjon asoj mizës që thoshte kudo që po shkoj, po mpresin me duar trokitje. Sidoqoftë, epitetin që Kurti u dha LDK-s së opozitës në shkurt të 2025-s, u i kushton kryeministrit në 2026-ën. Sot askush mos i beson për bashkëpunim politik. Sepse, siç do thoshte ai vetë, ka kalu koha Ivanotit.